shkrimtorët, Hazi Rekën. Po, që gjithmonë dhe kemi pas në veshtë një parë protestave në vitet 90. Edhe kjo është një element shumë i rëndësishëm, i shikuesin, Halil Matoshi dhe Ibrahim Rugova, thot me doktor Rugova në zyrën e tij tekselia e shkrimtarëve. Sot ku është muzeu i Rugovës e muzeu i pavarësisë quhet. E maj mend një shkrim, ndoshta ka qenë shkrimi më me kolor në ditën kur vdiq Ibrahim Rugova, edhe një rrëfim krejt personal është një email, po a them shikuesve që ja kam dërgu Halil Matoshit, se kryesisht ka qenë shkrimet të cilat lartësonin në çfarë do variante Rugovën, po nuk flisnin për drejthijet e tij. Edhe kështu. Halili ka pasur më me kolor, edhe mbaj mend që ka qenë një shkrim i jashtëzakonshëm. Qytetari shembullor dhe rockeri. Po, qytetari shembullor dhe rockeri i Prishtinës Ibrahim Rugova, teksa fliste për atë, nëse më kujtohet, për atë bendin zvicran të muzikës rock, kur ke shkuar aty. Bendi Skvatum. Po, Allah i ka qenë një moment, kam përshtypje kur ti ke diskutuar, kur i ka lind vajza Rugovës që vije Teuta. Teuta kështu. E vërtet. Dhe i qeshte edhe nga tërgoj ke vajgjet e ati grupit ishin Rock Republik, janë 90-at më ndonjë. Edhe qeshte sepse emni, o latinisht, paka shumë pejorativ është, su emni grupit. Kjo është në më shumë drejtime, pra këtu janë, përpos rrëfimit të burgut, janë